Një ditë pas aksidentit tragjik të shënuar në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Velipojën në fshatin Bërdic, ku një 27 vjeçar gjeti vdekjen, specialistët e sektorit të policisë rrugore kanë arrestuar shtetasin RG 61 vjeç, pasi si pasojë e përplasjes së automjetit që ai drejtonte me motomjetin që drejtonte i riu, u shkaktua aksidenti me pasojë vdekjen. Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë kufitare në Muriçan, si rezultati kontrolleve të detajuara dhe verifikimeve që kryen me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve, goditën një rast të tentativës për të kaluar kufirin me lënë narkotike me vete. Për këtë rast u arrestua në flagrancë shtetasi turk 25 vjeçar me inicialet OT dhe nisi procedimi penal për një 25 vjeçar për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve, pasi gjatë kontrollit fizik ndaj tyre dhe në automjetin me të cilin ata udhtonin, u gjetën sasi të lëndës së dyshuar narkotike cannabis sativa që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu, specialistët e sektorit e qarkullimit rrugor kanë arrestuar një 40 vjeçar banues në fshatin Kolç dhe një 55 vjeçar banues në Cetinje të Malit të Zi, pasi u kapen duke drejtuar automjetet në gjendje të dehur. Ndërkohë, specialistët e krimeve në Puk referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi ka kallëzuar një 38 vjeçar se një 61 vjeçar publikon në rrjetet sociale njoftime të rreme për të. Materialet për këtë rast i kalon prokurorisë për veprime të mëtejshme.